varet nga programi i strehimit social. Pra, përgjithsisht, kur kemi të bëjmë për shembull me kredi të lehtësuar apo me banesa me kostotullët, ka kriteri që kanë të bëjmë me të ardhurat që ka familja. Është në rastin e blerjes. Po dhe në rastin e kredisë së lehtësuar, sepse familja duhet e kam fjalën kur do të blesh apartament, por dikush që do të jetojë me qira sociale, pra me qira të ulët. Po, me qira sociale dhe me qira të ulët, kriterit është kriter pak a shumë gjithnjë edhe e ardhura, pra sepse duhet kesh aftësim për ta përballuar atë, po pastaj nëse se ke këtë të ardhur, është skema tjetër e subvencionimit qeras, pra që buxheti i shtetit të mbulon shpenzimet e qeras dhe me radhë. Në varësi të skemës ka kriteret të ndryshme, por përgjithsisht për të përfituar nga, nëse do ta le të themi abstrahojmë dhe ta bëjmë sa më të përgjithshëm, për të përfituar nga skemat e strehimit social, kriteret janë mospasja e një banese apo një prone, që është një kriter i domosdoshëm, pra ti je i pastre. Aty nis. Dhe janë fashat e të ardhurave. Pra, në rastet për programe saktuar si subvencionimi i qeras, duhet të vërtetosh që s'ke të ardhura për ta përfituar. Në raste kur është kredia lehtësuar, po banesa me kostotullë dhe më radhë, duhet të vërtetosh që ke të ardhura deri në një minimum caktuar që ti je i aftë ta paguash pastaj me kredi. Po çmimin e